Ne do të bashkë bisedojmë me zotin Milazim Gashi, është ekspert sigurie. Përshëndetje. Përshëndetje, Krasi. Zotin Gashi, si të shohim sot situatën? Kanë kaluar pak ditë në fakt dhe duke sikur kemi vetëm një përshkallëzim me deklarata vërtet të forta, por edhe me jetë njerëzish që humbasin. Po, duke draftuar këtë situatë, ta quaj luftë i cila ka filluar tani në lindjen e mesme, është pritur dhe është kalkuluar që ky element do të vijë deri te një përshkallëzim të situatës të sigurisë dhe do të eskalon, ta quaj pjesërisht, elementi amerikan dhe izraelit bashkë me aleatët, të cilët kanë planifikuar dhe koduar shumë mirë situacionin e goditjes ndaj shtetit të Iranit. Andaj çdo veprim që lidhet në aspektin luftarak dhe duke ilustruar elementin e fuqisë të shërbimeve të caktuara amerikane dhe izraelite, atëherë është e pamundur që çdo shtet t'i del ballë dhe të ballafaqohet në këtë element. Andaj, si pikë nisi ta quaj këtij vizioni luftarak, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, caku i tyre është që t'ia kthejnë sovranitetit popullit, sepse populli është i pushtuar atje nga regjimi i ish, diktatori tani i vdekur bashkë me bashkëpunëtorët e tij. Andaj, veprimet e Shtetit e Bashkuar të Amerikës dhe Izraelit janë veprime që ne i kemi duar troki për shkak se populli i Iranit, siç e njohim ne, është një popull shumë dashamirës dhe e meritojnë edhe ata të jenë pjesë e demokracisë botërore. Dhe kush e vendos këtë? Se ne nuk patëm një revolucion të brendshëm atje, ose të nxitur. Ne patëm luftë me vrasjen e udhëheqësve. Jo, realisht elementi i goditjes, ta quajmë faza e dytë të bombardimeve, ose akoma nuk kemi luftë, akoma nuk keni pa luftë, siç është lufta ashtu siç shihet, po kemi goditje, ta quaj para përgatitore që të bie pushteti realisht nga Irani. Irani dhe fuqitë e tyre politike duhet përfundimisht japin fund gjenocidit ndaj popullit të tyre, sepse Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aleatët e tyre do të godasin në caqet strategjike. Do të thonë, Shtetet e Bashkuara nuk po godasin caqet civile, andaj do të godit vetëm regjimi dhe pikë përshëndrimit të gjithë komandantëve dhe ish liderit të Iranit. Andaj veprimi i tretë, ta quaj përfundimtar, është që Irani do të vijë deri me një përfundim të madh, ta quajt ekonomik, sa i përket arterieve të tyre, si zihet nga nafta, derivatet dhe me një farë forme amerikanët duhet paralizojnë elementin e nisur shumë mirë dhe besoj që Irani do të futet në një marrëveshje diplomatike me Shtetet e Bashkuara dhe të hapë krahun që populli një herë për gjithmonë të vendosë për demokracinë brendshme. Ajo që dim sot është fakti që janë rritur kërcënimet me dronë dhe me raketa nga Irani. Po të shohim, ne nuk kemi një vend i cili është dorëzuar dhe po shkon te kjo qasje demokratike për cilën pra flasim apo dhe analizojmë. Ne sot kemi një luftë, në dijenin tuaj, është një kërcënim sikur se është trajtuar deri tani Irani sa i takon pra jo vetëm elementeve bërthamor, por edhe nga ana ushtarake në përgjithësi pra për të luftuar, sepse nuk është pak, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë urdhëruar largimin e personelit nga 5 vende. Mënyra se si u sulmua shkoi deri në Dubai. Pra duket se kemi të bëjmë me një luftë që i ka të gjithë elementët. Po, siç e njohim në lindjen e mesme dhe elementit e rrezeve primi i shkurtër dhe Irani, ta quaj, është sa i përket lindjes së mesme, është një fuqi e madhe në aspektin e ushtarak. Siç e dimë ne, Shtetet Arabe kanë qenë shëndara në aspekt me nivelin perëndimor. Ardhja e zotit Trump në pushtet ka ndrru qasjen në lindjen e mesme, edhe me një farë forme Shtetet Arabe jenë të përgatitur që të futen dhe të jenë pjesë e NATO-s. Faktikisht vetëm jenë të mbajt elementet organizative që edhe pjesët arabe jenë pjesë e NATO-s. Andaj Shtetet Arabe nuk kanë fuqi dhe nuk kanë kontroll të lartë që të mbrohen nga Irani, sa përket për shkak se
rrezë veprimi i raketave dhe dronëve të caktuar ja mundson Iranit që të godas ndonjë të caktuar. Andaj veprimi i Iranit në këtë aspekt në çdo shtet ta quaj të fqinësisë së tij, i cili i ka afër aty, shihet shumë saktë që Shtetet e Bashkuara do e godasin sistemin e radarëve dhe do e paralizojnë elementin ushtarak të Iranit. Andaj, është veprimi i fundit që Irani godet ndonjë shtet të fqinësisë së vet aty, për shkak sepse goditja e Izraelit ta quaj, kemi thonë edhe në studin e juaj, është baza e Shtetit të Bashkuara të Amerikës, e cila është pas luftës së dytë botërore, e cila është vendosur në Jordani, e cila bazë jep konfigurimin e 70% të teritorit e Izraelit në formë të hekur të cili e kontrollon dhe mbron Izraelin sa i përket shtetit të Iranit. Andaj, gradualisht, Shtetet e Bashkuara të Amerikës po mobilizojnë shtetet arabe që t'i bashkojnë aleancës më të fuqishme në botë, NATO-s, dhe t'i kundërvijnë çdo regjimi të mundshëm, siç është Rusia ose Irani. Andaj, këto janë veprime ta quaj sekondare dhe elementare që Irani godet ndonjë të caktuar ta quaj në rrezë veprimi më të lartë. Unë i përgënjeshtroj edhe disa portale dhe mediume të cilët fusin Shqipërinë dhe Kosovën sa i përket goditjes nga CAS, andaj është një gënjeshtër e madhe për shkak se dihet shumë saktë se rrezë veprimi i raketave dhe dronëve është e pamundur që të atakon ndonjë shtet i cili është në NATO, realisht siç është Shqipëria dhe Kosova, në një farë formë edhe Kosova është pjesë e NATO-s. Andaj janë përgënjeshtrime dhe linçime të i shërbejnë vetëm dezinformatës dhe Putin Shqipëria është përfolur për shkak të aktivitetit ose vendosjes së mekë të një opozite e cila tashmë po angazhohet dhe ka patur mjaft pikpyetje, po disa i kanë cilësuar si dezinformim ose lajme të rreme. Ju edhe ju besoj, pra siç e dëgjova, jeni pikërisht te ky informacion. Megjithatë, nuk e di ku qëndron Kosova, ose do parë më gjerë roli i Serbisë, pra mund të ndryshojnë shumë ekuilibra, roli i Rusisë, interesat e tyre që mund ta shfrytëzojnë ndoshta atë konflikt atje për qëllimet e tyre, ambicje të cilat ndoshta ose aleancat ne i kemi analizuar. Kjo sa qëndron? Jo, realisht Kosova dhe në Ballkanin e përgjithësi është në një kontroll ta quaj të hekur nga NATO, ja, sepse Serbia ka të pamundur që të marrë veprimet të koduar sa i përket, edhe nëse Rusia e furnizon me dezinformime dhe e fut në lojë Serbinë, andaj Serbia është e pafuqishme që të ballafaqohet me Ballkanin perëndimor dhe të bën ndonjë goditje të caktuar ndaj Kosovës së Bizantit, sepse NATO, si pas një raporti, ka ngrit vigjilencën akoma më të fuqishme sa i përket elementit të sigurisë për shkak se edhe rastit Banska që ndodhi më herët, andaj Serbia ka të pamundur ushtarakisht dhe unë mendoj që çdo veprim i Serbisë në aspekt me Kosovën do të jetë një hap ta quhet përfundimtar i Serbisë, sepse do të ballafaqohet me një rezistencë të fuqishme dhe do të merr goditjen e merituar. Andaj si pas burimeve të mia që kam edhe në Beograd, dhe nga çështjet e caktuar, Serbia fare nuk ka asnjë interesim që të futet në destabilizime rajonale, sepse e ka një kaos, ta quhet të brendshëm politik dhe Serbia është para një eskalimi të lartë të një lufte civile brenda Serbisë. Andaj, Serbia është total e paprigatitur dhe nuk është e forcuar sa i përket fqinësisë, se ne e dim perimetri i Serbisë përkufizojnë të gjitha shtetet që përkufizojnë Serbinë jo në NATO. Andaj Serbia nuk u dhënë fare futet në mësim matematika dhe lojra të dyta. E kuptoj, ndërkohë, si e shikon qasjen e vendeve të caktuara, liderët si janë shprehur deri më tani, pra nga mënyra se si u ndërhy në Iran, vrasja e udhëheqësit, por jo vetëm edhe e njerëzve të tij më të afërt të ngushtë që rankohen në nivele të larta, pra të fateve të udhëheqjes e qeverisjes atje. Ka një shqetësim. Po, ta po me një fjalë troq, i zoti shtëpisë për momentin globalisht janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, andaj çdo reagim i liderëve ta quaj minor është ata i pa kalkuluar mirë, sepse Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Pentagoni i merr veprimet në koherencë, sepse kemi thonë të ju që
çdo shtet që mund të ketë ndonjë kokë bërthamore, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë informacionet e caktuara dhe të selektuara dhe pastaj bëjnë goditje pa parë e mua dhe ne na duket çuditës pse Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e saj bëjnë goditje, sepse Irani në të vërtetë ka qenë i zhurmues i madh dhe i mbyllur për përket sistemit nuklear ndaj mizë edhe ndaj Shtetit të Bashkuara, por njëkohësisht ndaj Izraelit. Andaj goditjet dhe që jep Pentagoni dhe qarqet e sigurisë e Izraelit janë të koduar dhe të informuar me saktësi, sepse mund të futem me një lojë qorë në rast se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk janë të kyçur globalisht të përket sigurisë globale. Andaj liderët evropian janë të vegjël që të ballafaqohen me atë superfuqi, sepse superfuqia ushtarake në botë janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aleatët e saj. Kjo nuk e legjitimon ndërhyrjen, besoj, ose të shkelit të drejtave në një vend tjetër. Por realisht një shtet që tenton me helmu një Europë, ne dim shumë saktë Serbia, ta rikujtoj një element, gjatë viteve 95 ka pamor helmin pikërisht nga Irani, të cili helmi ka pas helmuar studentët e Kosovës, nëse ju rikujtohet ta kthejmë në memorien e juaj. Andaj Serbia helmin i cili e nshoj pikërisht të studentët në Kosovë, pa të morë pikërisht në Iran. Andaj Irani ka qenë furnizuesi kryesor i helmeve të caktuara ndaj shtetet të cilët kanë qenë pro-perëndimore dhe pro-Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Andaj, populli i Iranit përfundimisht duhet barikadohet drejt perëndimit. Shihet shumë saktë dhe mesazhet e popullit. Ata përfundimisht janë të obliguar që të rangohen dhe të krijojnë një demokraci të brendshme brenda shtetit vetë. Sa i përket sistemit nuklear dhe koka bërthamore, ekziston një matematikë dhe një marrëveshje ndërkombëtare që shtetet të cilat prodhojnë këtu koka nukleare duhet të jenë në koherencë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me Izraelin dhe me superfuqitë të ndryshme që janë në botë. Andaj, çdo veprim i njanshëm edhe çdo shteti i cili tenton më fut me uraniume të caktuara dhe të krijojë koka bërthamore që nuk është në koherencë me Shtetet e Bashkuara dhe me aleatët, normal që do të merr goditjen e merituar. A është sot bota më e pasigurt dhe a rrezikohet që ky konflikt me një rezistencë të Iranit apo t'i bashkohen edhe ndoshta aleat, ne të jemi përballë një çështje edhe më të gjerë, nuk e pranon fare që Irani mund të ketë mbështetës, pra Irani thua është i vetëm. Jo, ajo është çështje e përfunduar, është çështje ta quaj ditësh ose muaj që Irani do të dorëzohet para Shtetit Bashkuar, sepse unë 5 herë vizitoj Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe rri me nivelin shumë të lartë sa i përket sigurisë. Andaj Irani është ta quaj një hartë të vogël që të ballafaqohet me elementin ushtarak amerikan. Andaj e ka të pamundur që kaloj limitet ta quaj të sigurisë pa u rënë furt ose pa u diktuar nga radarët e caktuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nga aleatët. Domethënë është një vend i cili konfigurohet ta quaj me numër banor sa Gjermania. Po njëkohësisht Irani nuk ka, sepse boshti i Iran, lindja e mesme me një farë forme kontrollohet nga Shtetet e Bashkuara, siç e dim ne gjendem diku rreth 10 vite në luftë dhe ajo zonë është në luftë se 10 vite, andaj Irani është tërheq në fillimin e luftës në lindjen e mesme, është barikaduar dhe është mobilizuar që të përgatit koka bërthamore dhe si shihet saktë, fakturën e fundit e paguar dhe ish kryer kriminali ta quaj i Iranit, i cili përfundoi në botën tjetër. Andaj populli duhet të funksionojë dhe të krijojë demokraci të brendshme, jo ta helmoj botën. Me një farë forme, Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë përkrajnë popullit demokratik në botë, i cili populli i Iranit është një popull i mrekullueshëm dhe ata duhet të orientohet drejt perëndimit, sepse ne dim që Irani ka kuadra shumë të fuqishme sa i përket shkencave të caktuara, andaj edhe Irani si popull dashamirës duhet i bashkohet pjesës perëndimore, jo të futet në lindjen e ta quajt Rusisë, jo në lindjen e mesme, po të futet në lindjen e Rusisë. Shtetet arabe e kanë kuptuar shumë mirë dhe iniciativat e zotit Trump edhe paktin e pasis i cili e krijoi në një farë forme ka qenë një veprim shumë i matur dhe orientoi lindjen e mesme drejt NATO-s. Do këtë ky veprim i këtij bordi të pasis ta quaj është që këtu shtetet t'i bashkohen NATO-s. Këtë ky veprim është bërë për shkak se këto shtetet duhet t'i bashkohen në shtëpisë më të madhe të sigurisë NATO-s. Kam një pyetje që besoj nuk është se ne zbuluam, po
ka marrë një vëmendje të veçantë mënyra ose saktësia që ekzekutoi udhëheqësin dhe gjithë kupolën drejtuese. Dhe pikpyetjet teksa unë po lexoja paraqasjet apo shkrimet ishin nëse ka patur pra një informacion të saktë Izraeli në raport me Shtetet Bashkuara, ndoshta edhe me Shtetet Bashkuara të Amerikës në krah, apo ka patur një informacion nga brenda se ku ndodheshin në momentin e sulmit që pastaj çoi në vrasjen e udhëheqësit të tyre. Duhet dalëm tash në aspektin profesional të sigurisë, të gjitha bazat e NATO-s, të cilat janë në krejt botë, monitoron përmes një sateliti në aspektin milimetrik të quajtë e zonës. Andaj, të gjithë liderët që janë që bien kundërshtim me gjitha politikat e sigurisë globale, janë të monitoruar 24 në 7. Këtë element duhet me eke edhe me gjume për shkak se të gjithë liderët botëror nuk kanë shans fare të mshefen nga qarku i kontrollit e lartë në aspektin satelitor të cilët të Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë një superfuqi të lartë që nuk ka shans asnjë lider në botë të mshefet ose të evakuohet me një zonë për dita pa. Me një farformë është e mbyllur ajo, jo këtë ditë, po ta thëmë para shumë vite Amerikanët në aspektin milimetrik në çdo qelisë të trupit të cilë lëvizat ata kanë në fokus të kontrollit. Andaj, është shumë lehtë tani që sot të dihet kush ku punon, dihet shumë saktë se ku ka lëviz me një farforme, është e pamundur çdo lider që është anti-amerikan. Kjo është prantarët e NATO-s. Ne po flasim për Iranin tani. Si u ndërhy dhe si u ekzekutuan e gjithë kupola deri diku. Shikoj, informacionet që vinë nga satelitet e NATO-s, që NATO është pjesë dhe Shtetet e Bashkuara është pjesë aleanse e NATO-s, andaj veprimet e kontrollit që bën në zonet e caktuar, liderët të ndryshëm e kanë të pamundur të i largohen zonës së kontrollit të NATO-s dhe të sigurisë international security në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Andaj, thashëm më herët është e pamundur që ti ta bësh një lëvizje nga Tirana deri në Durrës në rast se ti je në monitorimin e një shteti i cili vot për cilë. Andaj, gjithë liderët që janë anti-Amerikan dhe anti-NATO janë në monitorim të plot dhe dihet shumë saktë që ku lëvizën dhe nga bojnë lëvizjen të caktuar. Pra, për ju nuk është risi saktësia e informacionit ose nuk dyshoni që ka patur bashkëpunëtor nga Irani, nga brenda për gjitha lëvizjet e mundshme që kanë qenë duke u bërë ose mbledhja që ka bërë së bashku kupolën drejtuese atje? Bashkëpunëtorët normal që Shtetet e Bashkuara kanë sektorin kuadër të Pentagonit, Departamentit e Mbrojtjes, kanë shumë shërbime të cilit japin në saktësi ta quaj elementet e duhura. Ato që ka i duhen, ata i morën edhe në aspektin zëngjëror të ta quaj të shpionazhit në tokë, sa i përket asaj pjesës në tokë, normal që ata kanë vidi ku 20 shërbime të cilët informojnë çdo celul ose çdo lëvizje e cili bëhet në rast se nuk kemi një barometër të kontrollit nga niveli satelitor. Domethënë është e pamundur që shërbimi të amerikan të ikë një detaj të caktuar. Të bëj edhe një pyetje shumë shkurt që lidhet me Kosovën dhe me zgjedhjet për president atje. Vjosa Osmani shumë pranë e shohim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës me Donald Trump, por politika atje po tregon që nuk ka ndonjë vullnet për ta konfirmuar atë në një mandat tjetër. Sa gjasa ka që të zgjidhet Vjosa Osmani presidente edhe me mbështetjen që mund të ketë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Shikoj, po shih shumë saktë që Albin Kurti po barikadohet dhe ta shohim brenda 48 orëve a do e propozon. Është një lojë diplomatike e tina me opozitën, sa i përket Vjosa Osmanit, në rast se përfundimisht a i largon Vjosa Osmanin nga dikasteri i presidentes dhe nuk e propozon, andaj Zoti Kurti do të fakturohet në aspektin amerikan, sepse Vjosa Osmani është një prej celulave, jo tani, po edhe ma herët, domethënë lëvizjet e saj kanë qenë shumë të forta dhe shumë ngushta sa i përket shtëpisë së bardhë të Pentagonit, andaj Zoti Kurti do të fakturohet në aspektin amerikan, me të vërtet është pro lidhjes me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është pro lidhje me grupet e lindjes së mesme. Domethënë me një farformë kemi me lexu në këtë pikë. Andaj çdo veprim i Kurtit kundër Vjosa Osmanit është një veprim
jo i matur mirë, sepse në këtë rast, në këtë situatë ku gjindem në aspektin geografik, Kosova nuk e meriton këtë teke në aspekte politike, po të kemë përfaqësim dinitoz ashtu si se bën Vjosa Osmani në Shtëpinë e Bardhë. Zoti Kurti, deri mbrëm, sipas informata që unë kam, Vjosa Osmani është jashtë çdo kombinimi, edhe pas takimit me kryetarin e LDK-s, i cili nuk është në gjendje asnjë aleati politik Kosovë të prezanton një kandidat për president. Andaj, amullia tina ose shitblerja e lojës politike në Kosovë ka mu lexu qyshtanin në aspekt direkt me Vjosa Osmanit. Çdo veprim kundër Vjosa Osmanit do i bjen kundërshtim dhe do të ketë pasoja shumë mëdha politike në aspektin individual, zoti Kurti. E qartë. Faleminderit, zoti Gashi. Respekt në rëtësi. Përshëndet.